Si ka i kërkoha martesës e të rinjt, po nuk po martohen më? Po është ligji i natyrës, nuk mund t'i koha martesës. Po pse ka rënë numri martesa? Ka rënë numri sepse ju gocat jeni shkëktare. Se nuk doni një burr, doni 3 burra. Një në shtëpi, një në punë, një në rrugë. Po djem. Mode. Ne kemi vite që jemi martuar të fusha. Ju e bëni të rinjtë të kanë mendjen e tyre. Pse ka rënë numri martesa? Si? Pse ka rënë numri martesa? Është bashkëjetesa tani. A mendoni se martesa ka dalë jashtë mode? Urdhë? Martesa ka dalë jashtë mode? Martesa jashtë mode. Po pse më rëgjot të dele martesa jashtë mode? Po shëtë dele jashtë mode martesa, ku të shkin 33, që të bëjnë? Ku të shtohet popullsia? Ashtë jo pse dele martesa jashtë mode, s'këtë që në marrë veshtë. A do ishte më mirë që të bëjë një kontratë për martesën dhe mos ishte ajo fjala për gjithmonë bashkë? Çdo 5 vite të inovoja ajo si kontratë. Qysh është? Je fati im tresh me mu një vdekje. Deri në vdekje ta mbillim bashkë. A në mbas vdekjes, s'kem shpita onë. Shumë të gjatë. Nuk ka ajo martesë me kontratë. Mi hatë të marron prallën me ti, e ne tam hikna që s'bën për mu të marrë këtë tjetërën për shumë. Mësu me gjë për kapital gjatë. Nuk ka, martesa tjetë, për shumë, u fijun bashkë, u martohen bashkë, ta mbillim jetën bashkë. Së më bërë mi vakoj mu në spital me gruën. Tha, jam bëni një fimirë, tha, me një qeter, që më të gjeti, tha shumë. Tha, që të vijun, vinë taj, a bësh në në tolë, që jo, a shtoj veshtë, du në në bëkala maj. Nuk duhe për të bëqejë, se për të bëqejë rrugave ke sa të duhesh, jef ka rrugash. Më farë për shpehem e gjatëm, në të kumë si fëmijën tim. Shkët kishe për mu për martesat bëhet, metojt marton, metojt vdes. A më kupton? Jo, të marrë se tonë, të bëj kontratë për dimujt, lejt, të mas dimujt marrë një tjetër, kontratë. Sa mu prallë për shemë. Ka dalë jashtë mode? Asgjë është jashtë mode, çdo gjë është për kohën edhe për drejtët e njerëzit që ta shijojë jetën. Po pse është ulur numri i martesave? Numri ka shumë arsye që është ulur. E para është ekonomia, është dëshirat e njerëzit, shpirtit, trupit, janë shumë gjëra që ndikojnë. Çfarë po pengon të rinjt që të martohen? Po ekonomia është baza, edhe duan që ta shijojnë se ta shijojnë jetën. Cila është mosha ideale që mendoni ju që është për të martuar? Për të martuar, mosha ideale që njeriu mos merret vetëm me familjen, duhet të jetë paktën mbi 35 vjeç. Që të merret me familjen, mos ta ketë menjen, ti ketë marru aventurën e rinisë, si më thamë. Kështu mendoj unë. Dalë jashtë mode martesa? Të themi fjalë, unë jam i divorcu, edhe nuk flas dot më. Kaq. A duhet mendimi juaj për këtë gjë? Nuk është normale. Nuk është normale. Nuk është Çfarë normale. nuk është normale? Të martohesh apo të divorcohesh? Nuk është normale për divorcim. Jetë e lumtur, jetë bashkëtorë mirë, e bukur, siç e ka krijuar natyra. Pavarësisht se ka filluar Çfarë çon në divorc? Çfarë mund të jetë një shkak që mund të çojë në divorc? tash shkaku divorcet ka shumë gjona. Unë për veten time kam ca gabime të mia dhe marroj puna, kaq. Nëse martesa ka dalë jashtë mode? Martesa jashtë mode. Tash kjo është një gjë, me fjalë, që e pa kuptueshme se s'del kurrëherë martesa jashtë mode. Për arsye se është një gjë familjare, një gjë që të krijohen familjet, një gjë që të krijohen njerëzimi. Të që ku diun si mund ta kuptoj këtë unë. Nuk ka mundësi të dalë jashtë mode martesa. Po ka e diçka që nuk është martesa që ka qenë dikur, nuk kanë bazat të sigurta, futen djenë gocat pa u menduar 2 herë, edhe futen martesës, po se ku del më vonë nuk dihet. Qofse do lidhesh martesën lidhe me mendjen në kokë, edhe me mos u nda, deri në kreqni, deri në vdekje. Kështu ka qenë më përpara për ne moshën tonë. Sot rinia, sot martohen, sot mas 1 javë, 2 javë ndahen. Duke qenë se kohët kanë ndryshuar, ka më shumë probleme sociale, a nuk do ishte më mirë që të kishte një martesë si kontrata, që çdo 5 vite të rinovohej? Martohesh në sërish, mos ishte ai betimi për gjithmonë bashkë. Po pse çajën ata lobjon atë jeme me kontratë, një maqum.
Ja, s'ka mundësi, nuk ka mundësi me kontratë. Kontrata është e përhershme, u martove dhe bënë men. Unë kam 2 goca të nda me fakt. Njëna u nda mas 18 vitesh, edhe tjetër u nda mas 1 vit e gjysmë. Por që për mund unë kanë pëlqy. Çfarë mendoni ju që të qonë në divorc? Ë? Çfarë qonë në divorc? Çfarë qonë në ndarje? Nuk e kuptoj. Çfarë shkakton ndarjen? Nuk kanë ndarje, për nuk është e mirë. Po përse vjen ndarja? Nga se ndodh? Tash ndarja për kohën e sotme vjen nga ajo me fjalë që gruaja nuk është e vendosur, më përpara ka pasi diçka tjetër, më falni se pesë gjasë ndoshta, që kur vende ke burri e ulte kokën, edhe rritet çfarë thoshte burri, bënte gruaja. Ashtu ka qenë ajo me fjalë mentaliteti e saj kohe. Nësa sot gruaja thotë jo mun, burri thotë jo mun, edhe dalin mos merr veshje me njëri tjetrin, pastaj ekonomia, pastaj shoqëria, pastaj janë më tepër me fjalë janë si çam mund të themi mund të tradhtia ndërmjet bashkëshortëve. Edhe kështu që për nga ajo vjen më tepër ndarje, po nuk është e mirë. Martesa ka dalë jashtë mode? Urdo, Martesa ka dalë jashtë mode? jo, ka rregulla tamam, Pse nuk po martohen më të rinj? mbarë të vej. Martesa ka dalë jashtë mode? Jo, nuk mendoj. Jam tradicional dhe konservator në mendimet për familje. Ka të rinj që e shfrytësojnë lidhje dhe ato dalin jashtë asaj traditës tonë. Ende jo. Pas Dhe shifrave, shpresoj. numri i martesave ka rënë dhe numri i divorceve është rritur. Nga mendoni se vjen kjo? Nga mendjeletësia e të rinjve, nga bashkëjetesa, një periudhë vërtet mund të jetë njohje dhe kanë pozitive, po konsumohet shpejt, kështu që edhe nga të rinjtë që kanë atë konceptin, kur rafsha mos u vrafsha, hajde më, po e provoj çfarë ikë këto merr tjetrin. Po sikur ta bëjmë martesën si një kontratë, mos jetë e përjetshme, mos jetë ai betimi për gjithmonë bashk, po të bëhet që çdo 5 vite të rinovohet. Edhe mos ketë nevojë për divorcin. Po pse s'ka nevojë, kush nuk e kur konsumohet martesa, atëherë s'ngelen gjë tjetër veç se ndarjes. Divorci është i lejuar, kështu që ata që nuk e gjejnë veten Po, mas pak normalisht, divorcin, bëjmë ose kontratën, themi. unë nuk jam kundër divorcit, ha? Absolutisht jo. Po me kontratë, martesë me kontratë, jo mos jam. A rinovon çdo 5 vite nëse je në rregull me martesën. Jo, absolutisht, ja. Shkrejt e gabuar. Nuk e, në fund të fundit, qeliza e shoqërisë është familja dhe nuk ka familje me kontratë. Se është një makinë e more me qira, hajtë se po e lë tani, po e dorëzoj. Absolutisht. Unë jam gjithmonë për familjen. Dhe për familjen që ndosh. Po, kur ka konflikte që vërtet nuk mund të vazhdohet me, atëherë po është divorci nëpërmjet gjykatës. Martesa ka dalë jashtë mode? Jo, del martesën e jashtë mode. Po sikur të bëhet martesa si kontrata, që të rinovohet çdo 5 vite, mos jetë ai betimi për gjithmonë bashk, po pas çdo 5 vitesh nëse janë në rregull rinovohen prapë. Po, e ne ka mundësi. Po ne mosha jonë të shtini, nuk e pranon edhe. A do ishte mirë kjo për shoqërinë, nëse bëj me kontratë? Mos pëlqen e. Nuk pëlqen. Pse nuk ju pëlqen? Po kontratë merr një gjohë kështu që shitet të bledh, po jo njeriu. Po kjo ndoshta do ulte pak atë frikën e të rinjve për divorci, se do thonin nuk jam i detyruar të rri gjithmonë me këtë, po jam 5 vite ose një vit, një sasi kohë të caktuar sa mund të jenë dakord. Për kohën e sotme ka, tamam është. Çfarë i pengon të rinjt të martohen? Si? Çfarë i pengon të rinjt që të martohen? Ku dio kanë frikë. Kanë frikë se hoson majmë kalabajt, o dio. Që theu? Faleminderit. Asgjë. Mirupafshim. Mode. Çfarë mendoj? Martesa ka dalë jashtë mode. Pagesa, Martesa. paketa, se gjëje. Martesa ka dalë jashtë mode. Martesa? Po. Ta e dini ju, se sa gjara që për i gjëju, se kom gjuhë, jam 80 vjeç, to se kom gjuhë, nështë e kam fillu me gjuhë. Jo po prini një, jo po prini dy, sa fjallë që ose kuptoj mirë. A mendoni që duhet bëhet martesa me kontratë që të lidhet kontrata vetëm për disa vite, jo për gjithmonë? Ja, nuk e shijaj.
ka gatresa ato. Nuk di se si mund të përfundoj për këtë çështje e fëmijëve, çështje e prolëve. A është martesa një lloj kurthi për të futur në një burg? Martesa? Kurth. Kurth? Edhe mund të jetë. Edhe mund të jetë. Faleminderit. Është modë. Jo, pse? Nuk ka Pse nuk po martohen më të rinj? Të rinjt nuk martohen se nuk kanë kushte, nuk kanë një ndihmë nga shteti të krijojnë familjen me vetet, një kredi të buta, një tuti. A do ishte më mirë që martesa të bëhej si një lloj kontrate, mos ishte ajo fjala për gjithmonë bashkë, po çdo 5 vite të rinovohej? Po dhe kështu mund të ndatë. Mirë do ishte, e njohin më mirë njëri tjetrin. A mendoni se do kishte më shumë tradhti nëse një person do mendonte se nuk do kapej kurrë? Jo, se besoj. Ajo varet nga ndërgjegjja e secilit. Varet nga ndjenja. Nëse ndjenja është njeriu është i plotësuar, s'ka pse të tradhtojë. Faleminderit. Të lutem. Sa ka dalë jashtë mode? Martesa? A ka dalë jashtë mode? Jo, çfarë martesa? A duhet të bëhet një lloj kontrate për martesën që mos jetë ajo fjala për gjithmonë bashkë, po të rinovohet çdo 5 vite nëse çdo gjë është në rregull? Ja, mirë është. Mendoj për gjithmonë me ata që ke bashkëshortën tënde. Ajo është. Që kështu kem pas në dikur më parë. Tash, nuk po di si janë. Bashkëjetesa, martesa. Në mirë është martesa, jo bashkëjetesa. Bashkëjetesa më shumë. Që të martohen. Po martohen se nuk po kanë besim në asë në vetë vetën. Nuk po kanë besim. Cila do ishte mosha ideale për të martuar? Mosha ideale 23 vjeç dhe 29 vjeç. Mund të ishte më një Faleminderit. moshë për të gjitha dhe për përtrirjen, se kjo është një përtrirje. Ma pranverë e jetës. Që do ta përtrinë jetën. Jetën se ka mënduar shumë tash për jetën për vetën sa të kaloj koha dhe hajt. Lulem. Mirë pasim gjithë një. Martesa ka dalë jashtë mode? Si? A mendoni se martesa ka dalë jashtë mode? Martesa? Unë jam mos e vjetër, ti jam mos e kaluar, kështu që nuk di t'ja bëj përgjigje për këtë. Çfarë po i pengon të rinj që të martohen? Çfarë po i pengon të rinj që të martohen? Ndoshta kushtet, nuk e di. Ndoshta kushtet, ndoshta dëshira, ndoshta kjo që thuhet tash tutet të dijen më mirë, nuk e di. A do ishte më mirë që martesa të bëhej si një lloj kontrate që të rinovohet çdo 5 vite, mos ishte ajo fjala për gjithmonë bashkë? Jo, nuk jam dakord. Nuk jam dakord me këtë. Pse nuk jeni dakord? Nuk jam dakord. Krijohet familja, bëhesh me fëmijë, do i rritësh, do i edukosh, do i bash. Nuk jam komplet kundër kësaj që thoni jo. Cila është mosha ideale për të martuar? Unë jam martuar 27 vjeç, nuk e di. Nëse martesa ka dalë jashtë mode? Dhe ka dalë, që që ka, s'ka në një. Çfarë po pengon të rinj që të martohen? Po të gjemë në për ata, unë jam plakë, s'marrë vesh. Si mendoni ju? Ata do të martohen se s'ben, do të këtenë këtu. Po çfarë i pengon? Pse nuk martohen? Ata di, po kam 3 çuna, 3 po martohen. I them unë të s'martohen, s'ka goca dhe. Miru pash. Po vajzat? Dhe vajzat thonë s'ka djem, po çfarë ndoshta rritja e kushteve? Po mos ka pleq, po të gjeu, mua më përdi. Mendoni se martesa ka dalë jashtë mode? Gjithse kush bën si do qefi. A do ishte më mirë që martesa të bëhej si një lloj kontrate që të rinovohej çdo 5 vite? Për shembull, mos toje për gjithmonë bashkë, por pas 5 vitesh, nëse ishte në rregull, rinovohej martesën sërish. Shiko çuka, çdo gjë në një lidhje midis njerëzve e bën zemra. Po se bëri zemra dhe po e bëri xhepi, ti kontratën mund ta bësh si do qefi. Ndash një në muaj, ndash një në 5 vjet, ndash një në 10 vjet. Ajo nuk ndryshon gjë. Mirë? Sa kohë që zemrat janë bashkë, ato vazhdojnë edhe me kontratë ose pa kontratë. Kur është punë xhepi, pastaj bën kontratën, shko atje dhe
Kalosh. A mendoni se martesa ka dalë jashtë mode? Ose më saktë, a ka dalë martesa jashtë mode? Po. Si ka dalë jashtë mode? Vajzat i bën shumë se di s'flasin të çunat. I shkruas ta kthem, se di çfarë të them. Çfarë Ashtu bëjnë është të rinj që të martohen? ashtu është shumë egoizmi. Se di. Cila mendoni ju se është mosha ideale për të martuar? Mosha 28, 30. Për Ju sa çunat vjeç jeni? 25. A keni ndërmend? Tash mirë do ishte po shohim. A do ishte më mirë që martesa të bëhej me kontratë, domethënë të lidhej që për 5 vite do rrim bashkë dhe pastaj të shohim si shkon dhe ta rinovojmë sërish kontratën. Më mirë ashtu. Më mirë me kontratë. Po. Ju do ndjeshit më sigurt nëse dini që nuk do jeni për jetë me dikë. Me sigurt. Faleminderit. Mirë po. Pasim. Ka dalë martesa jashtë mode? Qa martese? Martesa ka dalë jashtë mode? Ka hup ketë, të shpërthau. Pse nuk martohen të rinj? Martohen kërgun. Dalë martesa jashtë mode? Ashtu si është prapë. Pse nuk po martohen më të rinj? Ë? Pse nuk po martohen më të rinj? Kanikja një nësërdis të rritë kanikë gjithani ku të martohet. A do ishte më mirë që martesa të bëhej me kontratë, jo nuk mos ishte ai betimi që për gjithmonë bashkë, po çdo 5 vite ose Familja është gjë e madhe. Martesa jashtë mode? Prish familja më që. Pse nuk po martohen më të rinj? Se u shkatërua familja.